qumë është Apollau, Komarica vjen vërdau, dandi, dandi, kandi, randi, rofte qoftë Zululandi. Përshëndetje miq. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se shihemi në këtë vit të ri, në këtë ditë të hënë të datës 5 janar 2026. Shpresoj të ketë gjetur sa më bukur 2026-a, siç na gjeti mua dhe Gonin. Vazhdo Goni. Është kënaqësi e veçantë që të jemi bashkë në këtë rrugëtim të informacionit. Ju do informoheni vërtet në realitetin tuaj mediatik, por ne ofrojmë informacionin nëpërmjet një buzëqeshje, satirës, diku edhe thumbit. Këtë thash shumë bukur. Sa bukur këtja gë. Këtu kemi një përplasje jo thjesht profesionale, por dhe bindjesh. Unë Agronllakaj e akuzoj Albano Bogdon se akti agresiv, i shëmtuar, rrugaqëror, i rrëmbimit të presidentit të Shtetet Bashkuara të Venezuelës, Maduro, ishte një akt kriminal. Pse më? Që njerëzor, kurse ky më tregon që nuk s'të pëlqeu, domethënë kjo që thash unë, për çfarë argument? Po është komplet e pa bazë. Pun ka Amerika në një shtet i cili ka pavarësinë e vet, identitetin e vet. Do ta sqaroj. Dëgjoj të themi gjë. Dëgjoj. I kanë Amerikë datë 2. I thash Trump në datën 2. Pse ke qenë ti atje? Po, i ka aty. Dhe i thash Trumpit, ç'a keqë gër me këtë Maduron? Ç'a ka ky? Po. Më tha mua, dëgjoj çik videon, tha si na bën si gangster tha. Po. Do ta shikosh videon? I bën si gangster Maduro atyre. Po për çfarë donte ky? Trumpi po i thoshte hajde të lozim futboll amerikan bashkë. Hajde të lozim golf në Mar-a-Lago, ky s'donte. Dhe i thoshte jo, i tha Trumpi do vishte apo Melafiore. Në Mar-a-Lago më në Melafiore. Melafiore ishte ky, Mirafiore, çka ka? Mar-a-Lago e ka. Trumpi po i thoshte për në Mar-a-Lago, në pronën e tij në Florida. Që s'është pronën e tij në fakt është timja, kam lënë me qira, po dëgjoj. Dhe filloi Maduro bënte si njësh. O mondi tregoja çik si po filloi bërtiste Trumpit. Po, shiko. Vengan por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No hace tarde llegar, cobarde. I just got 3 things to say. God bless our troops. Edhe pastaj God bless America. dërguat. Në çaj ishin ato flakë zjarrat i vërtet? Flakët e zjarrit janë çfarë ndodhi më pas. Kur pashte mesazhin, çaj thoshte Trumpit, ky hajde këtu frikacak, më bën mua si njësh, e morën telefon. I thash seriozisht e ke ti? Mustaqe mut. I the ti. O kaf, i thash. Ti. Sa ke parë si kafe. E di. Si kafe pjekur fort. E di, po. Po Albano se kam me ty tha. Po ky shoku im i thash, mo legjend, i thash. Kujt i flet çudi, shok vetëm i bën. Shkormbej the? Shkormbeni? Fli qeti thash, jo se kshallse mikte. Fli qeti thash. Fli qeti thash, shke se amu në mes. Sa e mbylli, kishim ata koloni general Canada, i thash qonë që një admiralbe, një nga një, qonë, ti i thash Delta Force-in, ti tjetë këto aerore, ti tjetë ato, post masolot për 2 orë tu, i thash, po tha Albano, mos duhet të bombardojmë në një qishë, bëni, nuk më duhet, i thash! Operacion, më mos mërti se ka ndodhë. Dori me Trumpin këtu, i thash, në control room, është në katin në ndeshëve, dhe porim shikojnë në televizor se qa bëm vlla jot për ty, i thash, dhe më bëm mua gërgër. Kur zjesh me njerëz, i thash, mos u kruaj kocet bërtas dhe lënam. Më thuaj mua se i sqaroj unë. Dhe sqarova. Urdhro ç'a ndodhi tash? Pa jep edhe si. Shikoj ç'a i gjeti këtë legjendën që i thoshte shoku tim, hajde këtu, hajde këtu. Mirë. Shikoj ç'a i gjen. Nicolas Maduro dhe gruaja e tij mbërritën në aeroportin Stewart në New York të shtunën në mbrëmje pas arrestimit në shtëpinë e tyre në Caracas dhe dërgimit me anije ushtarake drejt Shteteve të Bashkuara. Në një video të publikuar në mediat sociale, Maduro u shfaqi prangosur dhe i shoqëruar nga 10 agjentë amerikanë të zbatimit të ligjit. Në Caracas, ë? Në Caracas. Caracas? Po, Caracas. Ashtu ja ka vënë që para 2000 vjeç ka vënë emrin Caracas qyteti. Tani, më morën këta Delta Force-t, koloneli ishte aty. E kapë Maduro, ta ka grua me vete. Ta lëm tha? Se le lështi të bjerë grua, tu thash një për grua. Marrësh në rregull, po. Këto si peti këto sekuenca? Dërgova unë atë timin. Të ndin? Po, kam një njeri të besuar që dërgoj gjithmonë që i them, shiko, duhet një shqiptar se s'bën aty, që të thonë që ishte përshtatshëm, dhe dërgoj këtë timin unë që kam si njeri tim, që kam të besuar. E njohin të ndin atje? E njohin të gjithë, e njeh gjithë bota. Po kush është më thua emrin apo jo? Do ta them tash apo ta them më vonë? Po mirë, më vonë, si dua ti. Ta them më vonë, mos e pris surprizë. Çau bë pasi arrestuan në burg direkt, se pas sikur ishte. Po ç'a burgu more donte për futboll me gjithë mend. E morëm, i dham uniformën e re të ekipit që do luaj. Po do të mi filmuar futboll. Po ja, mor. Po mondi, ama
Unë zgënjej. Unë e quhet akt terrorist. Po që terrorist, unë e morën për sportist. Urdhro, blere e le. Un feliz año te desea Ragua y que por fin los hijueputas ya se vayan. Un feliz año, amigo, se te extraña. Feliz año, y en febrero nos ponemos el traje de baño. Dolozi me, po, ky uniforma portokalli është quhet ekip i portierave të burgut. Tani që u bë kjo, po në Venezuelë kush dhe president? Vura njërin aty. Po, të vajzën atë gruan, po i tha ky që... Rica dit, i thash unë, kush i tha ky? I thash o motra, i thash Rica, sa të bëjmë një zgjedhje, sa të marrim naftën mirë të marrim punë. Ne, Rici këti, pastaj le të bëjnë qatë duan. Qa to mondi? Është vetë shpallu presidenti i ri Venezuelës. Kush është Morxhan? Ueu, po këta dash kanë ndru, mo. Hola amigos, yo soy su nuevo presidente, el señor Donaldo J. Trump. Your ex-presidente, el señor Maduro, is no longer your presidente. He kept talking shit, and fucking around though, and he ultimately found out though. Anyway, we're going to make Venezuela grande again. Mucho grande. El bigger, better than ever before. We're going to drill baby drill. We're going to have a big, beautiful fiesta, all the tacos you want. Mucho mariachi, sexy mamacitas, and delicious margaritas. And President Trump is going to be el DJ, okay? Muchas gracias, muchachos. Y let's make el Venezuela grande again. Arriba el Venezuela, amigos. Muchachos, mondi! Është karagjoz, më nuk e mblef bëm. Muchachos, a tani do na lidhesh me këtë korespondentin tënda? Po. Po thuaj na tregojnë një gjë. Mondi, fute pak atë timin. Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, doli përballë mediave për të folur për të detaje për operacionin që e konsideroi më i rëndësishmi dhe më spektakolar i historisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës që nga lufta e dytë botërore. Ky është korespondenti im i fshet, që e dërgoi që film. Blendi Feziua. Po. Po kjo aty kusht është brenda tek ajo anija luftarake? Po. Tek Air Carrier. GMHG si e... GMHG Blige. Wow. Po kjo pak të s'bën Amerika edhe Amerikas... Jo, Amerikas bën pa mua. Unë s'bën të pak të se kam që e dërgoj për qërë. Binjak historia, si më të lindë dhe darë. E po kjo ditë qdo gjë mërë dhe? Qdi ky më po ja them unë atër bërë. Po kjo kishe se që kështë thënë, ishte pa brek, tha, ku di unë. Jepe që këmëndi. Për arsye sigurie, asnjë nga zyrtarët e lartë të shtetit të Venezuelës nuk kishte dieni ku flinte, ku qëndronte dhe kush e mbronte atë. Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç deklaroi një nga oficerët e sigurisë, kishin muaj që dinin me detaj gjithçka që ndodhte me presidentin e Venezuelës. Ku qëndronte, kë takonte, me çfarë ushqehej, si lëvizte, kush ishin vendet e tij të sigurisë, është befasuese se si ekipi amerikan, deri tani pretendohet që është një njësi elite Delta Force, e cila është marrë dhe raste tjera, ka arritur të hyjë në dhomën e tij të gjumit në 47 sekonda, siç deklaroi një prej zyrtarëve ushtarak amerikan, për të marrë atë dhe bashkëshorten. U mor pa arritur të veshi pantallonat nga dhoma e tij e gjumit për të dërguar përpara drejtësisë amerikane. Si pa pantallona? Ishte pa pantallona se ishte në gjumë, dëgjoj mua. Këta Delta Force. Në gjumë, ashtu flë. Po tash me gruan e tij është do flisni dojë, ç'pun ke ti? Çka ke këto bulla që burri është burr, ka ca norma, kush trihesh në krevat, mos ta mbush mendjen Albano. Jo se kam shumë inat me këtë neoliberalizmin tënd. Ky është degenerim. Si më të flajë mira kanë bërë që kanë marrë. Deri dia kisha. Po ka nevojë çik për ajër më tash. Ka ajër more. Venezuela është në Ekuador, është... Po më ka nevojë për çika ajër, të frigjuar njeriu. Mua më befason pa aftësia e Delta Force-ve. Kanë dashur 47 sekonda të hyjnë në dhomën e gjumit. Kur jashtë dhomës së gjumit, duhet vetëm 1 sekondë, hap derën futu brenda. Ç'bën nga 47 sekonda? Tani ku ka ditur këto që hante qa ushqej, dinte ky sipas një kështu. Ky pse dele dhe deklaron për këtë? Po ishte në teren, more. Pa i thot sipas një specialisti të Delta Force. Specialisti Delta Force, more. Ishte ka një muaj kam lënë atje s'bënde as emision. Po atje që më. Prandaja. Dërgova unë i thash do rish atje, do na spionosh çaha. Çapi. Ajo që është kryesorja, nuk u lëndu asnjë amerikan, nuk e din amerikanët këtë gjë, dhe di ky. Po e di më ky. Çaj se me shqiptarën kështu? Se zjesha me Mondi më thoshte i Racmuti. O Mondi, dhe për gjithë tjerët, është shkrimet e shenjta sanskrite. Po, thuaj këtë, thuaj. Po s'pati një shqiptar, nuk ndodh operacioni ushtarak. Që atëre? Dhe si e shpikur fjala operacion akoma, imagino. Kam një gjë të rëndë për Klodin, pastaj po, dëgjojnë që tani këtë tëndin. Operacioni vërtet ishte spektakolar, sipas të dhënave, nuk ka pasur asnjë amerikan
të lënduar asnjë pajisje amerikane të mbetur në duart e kundërshtarëve të tyre dhe ka pasur vetëm një shkëmbim zjarri me rojet e sigurisë që kanë qelluar momentin e fundit. Është pabesueshme si amerikanët kanë arritur të depërtojnë në dhomën e gjumit të presidentit të Venezuelës, ndërkohë që ai mbroi përveç gardës dhe ekipeve të sigurisë dhe nga një ekip special i sigurisë nga Kuba, tek të cilët presidenti Maduro dukej se kishte besimin maksimal. Si ka mundësi se këto i kemi lexuar në të gjitha këto, po i kanë marrë nga ky. Nga kush? Informacionin nga ky tëndi. Nga shumicat po, por... Po se të gjitha këto i kam lexuar në këto arzhanset botërore unë. Arzhanset? CNN, BBC, Reuters, Këtë i dene kubanezve, po? që kishte besim shumë, më pyeti njërë mua Maduro 78-79 që studentëse, më e mënd. Po? Më tha, po bëra në njerë, që të bëj, i thash merë njerëz të besuarit, si shkishtë Ali Pasha 300.000 ditorët, që i meri kubanez. Ke mua bet me Fidelin, i thash jo s'kam, tha e vuran telefon, që i Fideli që këtë kakto gjalla, dërgo Fidel, dërgoj 20 që ta mami, i thash Maduro. Ka qenë shofer autobuzi, sindikalist. Po mo? Nga e njohë. Unë e njohë që student, pa o bërë shofer. Po s'ka qenë fara student, fare. Ka qenë student, Po ka qenë gjimnaz, mo, student. Gjimnaz, e? Publicitet. A, ma i shket. Kudo pa ti e hon ky arrestimi i bushëm, rrëmbimi ta themi. Kudo. Si thonë rrëmbim? Kidnapping. Kidnapping, kështu ishte? Kidnapping ishte se si e të kishte? Kidnapping të rrëndimin. Capturing do me thënë kapja. Kapja. Dërim të kapja. Mondi, dhe gjoj edhe qik ti se e shumë e bukur. E disa e bukur shë jo? Sepse në këto momente kam dëshirë t'jem gjatë me një zot e di, po shkam kushtet. Më përqesh shumë. U gëzuan disa në gjithë botën, sa me servirizmat, sa kështu përveç në shqiptarve. Dhe në u gëzuan? Sa u festua. Sa u gëzua dhe u festua të PD-ja, entusiasm njërë zakon shumë, fishe zjarë, qa nuk shë? Qafli. Po, biles, mulli kështë e iku me gjithë fishe zjarë nga, e kështë marë fishe zjarë me vetë. Po, pa, se majnë, po qa, e po, se feste madhe, bërtisni Rama Duro, do më sikur, Ramet pas, kur fitoj ajo Argentina botrori. E përjetuan thellë. Të mërë fare, biles, doli doktori, ishte sot që u paraqit në ata të spakut të doktori, dhe fletë për Edi Ramën, ja, shikoj. Edhe unë e kuptoj, atë po prisi ju se çdo të themu për Maduro. Po unë do them ato që ka thënë Maduro vetë. Në gjykat kishte ndryshuar emrin nga Edi Rama në Endri Kajsiu. Ka marrë emrin e Endri Fugës dhe mbi emrin e Bledi Kajsiu. Tani thot këtu se u arrestu, thot, Nikola Maduro dhe ca trushkullur, thot, po presin që delta të zbresin në Surrel për të arrestuar Edi Ramën. Nxjerr si argument të vetëm se Venezuela ka naft dhe Shqipëria nuk ka naft. Pa çka se u thoshte shqiptarëve se Shpiragu noton mbi naft. Te harron ty. Edi Rama pranon vetë fajsin, pranon se është Ramaduro i Europës, pranon se ka vetëm një fat dhe ky është fati i Maduros. Por këtë do t'ja japin deltat, apo do t'ja jap populli shqiptar, unë them do jap populli shqiptar. Po pse populli shqiptar është me i forë se delta? Jo, ideja është këtu ka një problem, ka një teknikalitet. Në qoftë se Edi Rama e ka bërë emrin Endri Kajsiu, se është i dëshde i madhë, thot, e ka bërë Endri Kajsiu, ka marrë emrin e Endri Fugës, Endri t'ja di që ka Endri, po kjo ka bërë Endri. Tashi, i bie Ramaduro, i bie të bëhet Kajsi Duro. Se Rama që mi emri, ta një ka Kajsi ky. Të gjomë, kisha edhe një status. Kush? Aktori. Berisha. Në Facebook. Që thot? Si e ndëron a i. Do më thonë, Maduro, shikojnë qikë se shumë e bukur. Stop! E shikon ti tek dorat e Bizylyku kanë një të kuqe? Këta janë ata që arrestohen, që i rëmbin Amerikë. Si pas doktorit. E po se ata një vetë thua që... Mirë Gjoqja, se kisha një orë me rritë të kuq. Kisha një orë me rritë të kuq, Mirë Gjoqja. Ike të dhjo, të mori Amerika të mori. Amerika më... Por tani këtë se kuptova unë. Pasi ndodhi kjo Berishës që dë... Boni, më falë. Por të mbaroj unë këtë se... Jo, të dërpres tu, që të fetë vërëmben Amerika. Unë njerë, unë zja me Everestin, me Malin.
I futa një grusht, e kam lëvizur 4 metra ma ndej. E di dhe ja qonë timin në qëllë. E di Amerika me mua. E mirë në regull. Mbaje mu. Jo të ashti. Do të shtrytë sotër se duan njerëzit të ma. Më shtryt. Më shtryta veten që parë. Kur ndodhi kjo që tha doktori, se kuptova se më thanë që Bajrami është veshur ushtarak. Kështë veshur? Po presidenti. Bajrami vogël, presidenti. Bajrami është i madh, ai s'është i vogël. Po ç'i madh? Ishte edhe jepen çik mondi. Pas arrestimit të Maduros dhe frikës se mos i ndodh gjë Ramës, presidenti Bajram Bega vishet ushtarak dhe dërgoi ultimatum Amerikës. Jam të bun kartë nëse doni të më rëmbeni. Ti hajde futesh të bun kartë? Jo, ky ishte ai. Ka shkruar një vepër Stefan Çapaliku. Ja, Robert si e ka. Nëse, po e ke tek filmi është një komedi shumë e bukur. Historiani dhe Kameleoni. Kishte ai thoshte, po më arrestoni mua, ore, më vdiqet ore. Ore po të them zogu është burri ligë etj, jam njeri kështu edhe ata nuk arrestonin. Që luani i madhi Teofil Axhiani me që nga Saranda. Po kjo është më e bukur. Se i dërguan në lajm që jemi në gjak dhe do i vrasim më të mirën e fisit. Po. Dhe që njëri që kushuri treti këtyre, nga ishte dirigent, tha, filloi izoloj në shtëpi. Po ti shkej, tha fëmijët, unë jam i miri i fisit. Dhe Bajrami tani. Ata kanë me kryetarin e shtetit, Bajrami kujton se është Bajrami kryetari i shtetit. Ka për të qeshtë. Pushop, një sekundë, dhe një të gjë shqiptar. Çfarë është Bajrami? Kryetar shtetit. Thuaj me zë të lartë, lutem që të bëhet neve. Çfarë është Bajram Begaj? Kryetar shtetit. Mondi, si ato kokrat e sila, kanë thënë, pse e preto njëri? Sindi dhe jepja. Dëgjoj tash ti. Dëm përgjigje se dua përgjigje. Gjithsesi, unë vetë nuk jam shumë pro kësaj që ndodhi, po ti je pro. Dhe jo, dhe ti si she pro, ti të eshe të mërshme. Unë me dëgjogoni, pa lejen tënde, dërgova sonin të pjosin popullin që mendon populli. Jo, dakord, po thonë që do hidhet të nga Shqipëria. Në ne? Jo. Ramaduron. Jo. Po jo. Se këta i kanë vënë një ra për para Maduro. Ra Maduro. Kjo të regon të qenit profetik të doktorit. Aftësit profetike që ka. A i nuk thoshte Ra Maduro, kur thoshte Sali Berisha Ra Maduro, kur tonin gjithë të thoshte Rama është si Maduro. Jo, thoshte Ra Maduro, po ju se keni para akoma. Kur rëzua Maduro i vërtet. Po, e kanë fjali që të doktorit i dalin fjallet. I dalin. Kjo është bete e fundit. Kjo është apo ka filluar. Edhe qa me sonit i qa ishte? I thash sonit, i këpyet njerëzit, qa mendoj njerëzit, që është drejtë, ose më në qose, ajta majmë që është drejtë. Kush e ka radhën bas Maduros? Pse i ha Trumpi të kthej Berishën në pushteta. O së shqiti Berishë, more, kush e ka? O, Soni, hajde qa ke grëvrishur ande nga qyteti. Bota ka gjithtas, shke ka... Rëmbimi dhe arestimi i Maduros në Amerikë u festua me fishek zjarë dhe shampanjë në vëdër. Do të thënë që tani ka rallën Ra Maduro. Në fakt, a i ha Trumpit për Berishën? Apo ëndrat janë pa pare? Trumpi, jo që s'ja ndjen për Berishën, po Trumpi ja ka dhenë atë që meriton Berisha. Rama nuk rëzojt se s'ka kusht arëzoj. Se djallë mirë, djallë vizionar, djallë që po ecën me kem në tokë, djallë që po bëjt gjithë ka për Shqiprinë, nuk ka tjetër. Këtë zonë e kam dashnore. Dashnore, ku dashnore, se ka dashnore? Po, prandaj. Groja. Ka qenë dhe kjo. Unë jo të vjerë Berisha, të vjeri partijet demokratike. Pa Berishën? Pa Berishën. E kuptova. Të dalin një kryetar më i mirë se Sala, edhe keni një koment të ri. Ka nisu qikherët, kje? Rama ke pulte veta. Ne, nuk e akuzim në Ramën se nga prishim. Në regull. Këtu të rëzohet 100 herë këjeti Rama, nuk vjen ma Berisha me pëtër në pushtet. Pra dhe po s'ishte Rama, Berisha s'vjen ma? Kur s'vjen, me qi me flamur nokën, që ka qenë ministri brëndshëm, i di regullat, kur s'bret në vozit i gjumë grush policave. Por ratë parë duhet i ky herë, ky qëtë bësira herë, ky Zagari, se ky është populloj Shqipërinë. Ky kryoj varfërinë. Si nëzin institucionet, nëzin Tirana, nëzin Shqipëria e gjithë. Po i shalla, po i shkon men, ati Trumpit për Shqipërinë, që qikojnë dhe ne ditë barë. Trumpi, do t'ja di për Berishë? Do t'ja di? Trumpi? Asi jam po. Trumpi, jo Trumpi. Po, Trumpi, se s'to me ditë pare. A i shkoj deshin e hedhë me erë ambasadën Amerikane. Kur që ishte? Ishte da. Pësaj, a është në regullë.
Me 82 mandate, s'ka birë none ta heqin. Ky Maduro është personi për mu më I djetë në Shqipëri, nga to, theqet. Edhe është ta që I rregull me punët e vete, se Ramos nuk ka për t'i hyrë që më kam, menoj unë. Mirë Gjan, mirë. Unë jo Benalio qëmë t'jo, Berisha sa t'jetë gjallë mo. Nuk vjene. Nuk vjen mo, t'aroj. Kaq. Po pse gëzojnë ata? Po nerëm gjithë t'jona, ne 91-shin. Hiqje e ullëm, të që nuk nerëm mo t'jona. Aroje. Kaq, gjithë ladë. Pse bëjmë festë të atë për pse janë kaq të gëzuar? Ate, nuk e t'ju se janë gëzuar, po thot. Ato gëzuar për gjithë për notër. Ate, ajo e I qatë. Po gjithë për notër gëzuar ato. Po Rama, bi Rama, apo vështirë të bi? Ajo, tafti babëti. Është bi gjosë të një? Jo, bi gjosë, po një ti e djezit. Si është, në gjosën botës, jo dhe në të këni. E vërtet është. Si e komentoni? Si e komentojmë, po drejtësin në shpinë tënde nuk mund të bëjt dikush tjetër. Do të bëjnë vetë ne. Në qofë se kjo në fakt është sinjal për gjithë shtetet, se futesh të marrësh një president shteti, nuk është se të veprojët gjithmonë bas ligjit edhe si kur Trump të kishtë të drejt. Me gjitha dhe për këtu në Shqipëri, neve duhet ngrihemi vetë kër nuk na pëlqen. Indiferentizmi ka shkatruar kombe. Më bëri përshtypja I zotëria para këtij që thë nuk e di pse festojnë këta, këta festojnë, tha se këta festojnë për çdo gjë. Të themi arsye për çfarë mund të festojnë shqiptarët vërtet. Po. Të vërtet. Po. 0% bullshit, 100% e vërtet. Te Ozon Electronics mbaruan këto ofertat e vitit të ri. Po. Kanë nxjerrë një super ofertë. Ble një artikull me vlerën e plot. Çfarë do lloj artikulli? Tjetrin e merr me 90% ulje. Për shembull, mund të vesh të blesh një artikull të lirë që bën 20.000 lekë të vjetra, 2.000 lekë të reja. Të kuptoj. Tjetrin që mund të jetë një sop, për shembull, që bën 5.000 lekë, e merr me 90% ulje. Ta bëra me plus po përdore kodin Albano ke 30% ulje taj 90%, po përdore kodin Agron ke 1.600. Jo, është akoma tani rritën 1.642% me kodin Agron. Kush I zitoni që Mikalimi Ozon Astir te Sau që e ka gonja për spis. Tregu elektrik. Ose po përtoni nga trafiku www.ozon.al brenda 48 orë që vjen porosia në shtëpi. Ozon jetoni më mirë duke. Ashtu, kërsyere. Duke kërsyere. Kërsyere. Ku me y? Kërsyere. Kërsyere. Duke kërsyere. Kërsyere. Kërsyere, ha. Ta bëra qefim. Publicisti. Jo, të ashtu. Dëmë përgjigje se dua përgjigje Okej, u bëra serios. Venezuela numër 1 në botë për naftën. Yes. Groenlanda ka naftë, gaz, qa nuk ka e plotë. Kanadaja... Ka akull. Çfarë arsye mund të gjej Trumpi të vitë të pushtoj Shqipërinë të na rrëmbej Ramën? Se shumë e rëndësishme, do të ketë diçka I vend. Se që të gjithë thanë, e mori atë sepse do marri naftën e Venezuelës. Urdo, dëgjoni dashur miq, mendimin e specialistit. Seriozisht e ke? Që bën këtë pyetje? Po. Po seriozisht, çfarë dukem naiv? Po, Agron. Pak porë ka Shqipëria më. E për porë do pushtoj Amerika Shqipërinë. Për porë, dëgjoj më. Se është pasuri kombëtare? Nuk ka lidhje me pasurinë. Po ç'a? 200 vjet rresht, 300 vjet. Kush ka qenë president amerikan? Kur është inauguruar? Kam shkuar I kam thënë, porda e madhe gris brekt e veta. Qa lidhje ka kjo një? Këta e kanë mbajtur në mendje, se e kanë thënë dhe Trumpit, dhe se kanë harruar. Dhe kanë dëgjuar tash që ne shqiptarët kemi shumë port. Qa kemi, ne themi, u sta port, ka ky sa port, ka ai, u se kanë hipur portët këtij. Se na I mat portët amerikane. Na ka vënë taksimetrin e portëve në Gjota. Po. Më fal një sekond. Por, le të shikojnë sa vetë fatura. E ke parë si Marama? A më një sekund tash. Edhe un kam portë, thot. Ç'port ke ti porimit? Rizë do hash burgu kot porimit, më na ndërprem apetin. Qafsh. Folme më që s'kam portë. Rama I kem mban ato pangolla gjëra. Po që mos I grisen. I fërfërin porta në për ato. Tani e kuptova. Tani Trumpi do vita arrestoj Ramën, që ka shumë port, jo, që të na mbrojnë të tjerëve si popull, që mos na grisen brekët gjithë, të ngelemi popull pa breks. Se pa buksa jemi, pa drica jemi, pa ujsa jemi, po ngelemi pa breksa. E di këtë, e di. Prandaj do e marri Ramën. Kjo është vetë arsye. Edhe si do ndodhi ai arrestimi më qafsh. Ky është rrëmbimi.
Si do ndodhi tani? O Mondi, dëgjoni strategjinë e arrestimit Ramaduros. Si fillim do dërgojë atë timin gjithmonë. Tëndin, edhe atje tëndin? Me kamerë, more Fevziu, mos e përdor për çu. Tëndin, po, Fevziu. Dhe me kamerë që të filmoj çdo gjë. Po, vetë atje me kamerë. Fevziu do i thot Ramës, sot Rila Kuriç, se do vinë Delta Forcat të të kapin, mos të zënë me portë. Do ja thot ky skenari, no? Po, Rila Kuriç që të mos të dëmtojnë. Edhe fli. Dhe fli. Dhe fli do të temu kur vinë ata. Po, do të temu. Dhe do ja bëj bledi kështu. Që kemi lënë kodin. Sinjali. Nuk e kemi. Jo, është kodi portës, sepse për portën e vetë. Ky është, po, tani ata do vinë në lartë me helikopter? Ca nga lartë, ca nga poshtë e cansore. Po. Do vinë e cansore. Do të rëmbej nga krevati, Edi. Jo nga krevati, po a i do e marri veshte, do i thot Fevziu. Po, normale. Do i me kamera. Do qojt, do Rila Kuriç aty, do futën ata, qa bërës, të vjen turp do i thonë, se ka thënë goni që buri ka ca regulla në krevat, se flëkshu. Se dëgjojnë ata, e shikojnë po, qa do i thot ky? Ky i thot, a do më arrestoni? Po. Atere, unë kam dëshirë... Do më qoni para drejtësis, po. Qoni para drejtësis, po. Kam dëshirë që para drejtësis të jem komplet la Kuriç dhe i pa mbrojtur nga si. O, ti marin të keqen ti marin. Si qa skenari. Qa do më, Mondi, se ti edhe regjizor filmi. Ha, ke imazh? Urdhro, imagjinoje tani. Po vetë Rama tani e imagjino në arrestimin e vetë kështu? Se di. Do të bëjt sa ditë plazh. Do të bëjt sa ditë. Po të nxirr kur ta... Jo, po s'ka nevojë për plazh. Ka nga këto që futesh janë ose sanduiçe me rrezë kështu, ka një në shtëpi nga ato. S'ka mbajtur 2-3 ka marrë rrezë. Si mos i ndodhi si ajo ëndra e atij. E kujt? E Maduros. Atë ëndrën e Maduros. Jo. Ëndrën, jepën çik ëndrën, Mondi. Kështë në ndodhi arrestimi Ramës. Po i ishte mbi fuqinë e naftës. Ne dojnë mbi qesë ka dhe mbi fuqinë e portëve, mbi qesë, në qesë. Pulumbace, ato që marrë. Dhe dashurik, ne dojmë i bashkë në çdo kohë, mos më ndërprit ligjëratën. Pastaj pirti çfarë të duash. Një të shkurtër, pastaj mbyllë rehat. Një të shkurtër fare mos ke. E disa do qesh, po ta heqin Ramën, bëjnë qeveri teknike, bëjnë zgjedhje, të fitoj prapë PS-ja. Do qesh me lot. Për sot. Çfarë lidhje ka kjo? Se na prish filmin në njëri. Jo, po them. Ne nuk kemi... Ta kapin Ramën, ta heqin, bëjnë qeveri, të fitoj prapë PS-ja. Ore, qa do kjo gjënë, e rëndësishme është që ne do ndjekim me të dërguarin e Albanos. Me atë ti. Do ndjekim sekuencë pas sekuencë, moment pas momenti deri në arrestimin e Ramaduros. Jo, të Kajsi Duros. Kajsi Duro. Nga unë dhe Albano, një vit të bukur, të gëzuar dhe të mbarë. Shivemi nesër. Ju puthim fort se jeni dreqër, pra ndaj ju duam në ne jeni dreqër, dhe se pranoni, po ne prapë duam njësoj se jeni dreqër.